Kufoma ka nejt 3 orë për toke, kur e ka vret atë raj që ka shkel diçka, u kthye edhe një herë ka shkel. Që kemi dhonë na 5.000, 1.000 shoferit që në pajtue, 6.000. Kompania sigurimit 40.000 euro ja ka pru. Nuk është që jemi të e bo për para ose për diçka, po mas nonën tem s'pumi me qu pse me na shkel. Me dalaj me një herë, mas 2 javë ose mas 1 javë prej burgit me majt para burgim shtëpi jak, që të sen nuk po muj me pranu. Me datë 11 dhjetor të vitit 2025 në lagjen Lakuriç të Prizrenit ose në afërsitë të këtij objekti që është duke u ndërtuar mbrapa meje kishte ndodhur një aksident ku një kamion i betonit kishte goditur një grua të moshës 53 vjeçare përderisa ishte duke lëvizur. E si pasojë lëndimeve të marra, gruaja kishte ndërruar jetë në vend të ngjarjes. E sot kemi ardhur në Prizren për ta takuar vajzën e viktimës. Ndiqni intervistën. Jam vajza më e madhe e Zenepe Minushit, nana që më ka vdek. Rastin kur ka ndodhur mami që më ka vdek, unë jam kanë shtëpit mamit. Aksidenti ka ndodhur shumë afër banesës tonë, domethënë. Mami jam u kon të hez, domethënë të shku kon ora 12, u kon të shku për me marr bukën të Halil Kastrati, se mama e merr këndrim prej Halil Kastratit. Ajo shkojke edhe që aty ka ndodhur domethënë aksidenti, ku ai e ka shkel domethënë, nuk e ka pa përpara, se nona e më kon rrugës vetë u hec, kur e ka vret atë raj që ka shkel diçka, u kthye edhe një herë ka shkel, 2 herë edhe normal atë mami ka met për toke. Babi jam edhe vllavi jam domethënë janë kon te banesa. Edhe kur e kanë pa që janë mbledh policia dhe ambulanca, janë mbledh shumë njerëz, ata kanë shku me kështu se çka u bë. Kur ka shku atër babive që ka pa që nona jem, domethënë, është ajo që u shkel është për toke. Atëherë dhe domethënë ka ardhur vllavi jem, me më thirr mu, me më lajmëru, më thonë, me Irem hajde se mamën e ka shkel keri, mama na la. Edhe unë nuk e kom besu që domethënë nona jem e ka vdek, kom shku të ngajt edhe motra jem më ka ardhur për mas se motrën e kom të vogël i ka 13 vjet. Edhe tash motra jem kur ka pa domethënë shumë guzhem, shumë njerëz, ajo u nalu tu domethënë mu afru, jo më afru une. Edhe kur kom pa shumë policë, nona jem u kon te kamioni aty, poshtë kamionit u kon. Edhe në lypsha nonën tem thosha ku është mama, edhe kur e kom pa për toke domethënë u kon të merç aty. Kufoma ka nejt 3 orë për toke dhe si u largu Kufoma, banesa ja ka nis të punu. Domethënë nuk u majt bile një par respekti që më unal puna. Edhe domethënë tash unë them që çajo banesë u ro edhe nona jam u shkela, po kupton, se në momentin që ndërtohet një banesë, unë çu e di duhet krejt komplet rruga më blloku që mos me kalu këmsort. 53 vjeçare u kon. A ka pas ndaj tabelë ose ndaj njoftim aty për komsor që... Jo, nuk ka pas kur çfarë tabele, veç kamionat janë kon, po ajo kon rrugës vetues, që kom pa edhe raportin e policisë që ma kanë shkruajt me fjalë se çish ka ndodhur rasti, kom pa që nona u kon rrugës vetues, domethënë afër trotuarit e ky ka ra prej përmbrapa, domethënë prej ka shpina. Nona jam domethënë ka ra kështu me kry, ai ka ra përpara, edhe një herë u kthye ka shkel edhe kalon për toke. Domethënë nona ka vdekur në vend, a? Po, për 7 minuta ka vdek. Me një herë e ka marrë Prishtina për m'ia bë autopsinë më tokët. Nesrit atëherë domethënë kanë ardhur për me varroz, unë s'kam mujt atëherë as me pa më nonën tem, nuk na kanë lënë as me për mu afru me kçyr ose me la, a din që bile për herë të fundit me pa. Atëherë kanë varroz nonën tem, as të veshin mu shumë njerëz për mu pajtu. Normal unë nuk i kom lënë një herë, nuk kom dashur me ja u fal, nuk i kom lënë në varrim, nuk i kom lënë as në shtëpi më marr për të pa me. E ke fjalën për këta persona që personi që e ka shkel nonën, e po, ke fjalën për këta? Edhe kompania, domethënë, që ai ka punu domethënë çat film me Renault Altairi, se nuk është banesa e këtyre, banesa është e tjetër kujt, po këtave që kanë çu betonin aty. E këta domethënë kur e kanë marrë vesh atë lajmin që nona jeme u kon të e marr bukën Halil Kastrati dhe babi jem shiko punë, këtynve këta na kanë thonë që a din po ju vjen keq dhe kanë një vetën keq, kemi shkuar veç me bisedu me ta, se këta dëshin me bisedu me neva, din, domethënë kanë këmbgul shumë, po, kompanizëve, se me familjen njerë nuk kom dash me pas punë. Atëherë babi jem këta kemi rënë dakord që e kanë kuptuar atëherë që nuk e ka shkel, po thonë me qëllim, apo kupton që është veç shme thonë se ka bo me qevz. Edhe ata atër na kanë ofru neve një ndim, që kanë thonë që po na japin veç për qefin e tyve, do me thonë atin 5.000 na kanë ofru, do me thonë veç për qef u kon fjalla. Edhe dëshim që na me bo sigurimin, adin me ja bo babës tem sigurimi sa ma shpejt që adin me ndimu për mos me met keq babi. Edhe thanë tonën për me u pajtu me familjen, do me thonë me familjen e shoferit, po.
edhe okej, babi jam e pranoj që tonën do me thonë në uzatit komplet edhe më kun të falë do me thonë që për hirë Zotit është të e bo, na jemi të ja falë, thëjke edhe babi edhe kret, ama qka të vendos gjyqi do me thonë, na ja lojmë drejtsin gjyqit. Na jemi të falë do me thonë për mos me pas hakmarje që si sene, ama qka të vendos gjyqi. Do me thonë atër na tonën kemi shku, me njëherë, do me thonë te kompania, edhe sigurimi u kon aty krejt, edhe krejt që me bisedu edhe familja vetë u kon aty. Edhe mas i bisedu na me sigurimin me krejt, normal u përshëndetëm, ja dham dorën njëri tjetrit me familjen e ati, edhe atër na thanë që duhet me nënshkru një letër që veç na jena të falt me ata, do me thonë atin, si një loj kontratë u kon. Ama unë nuk e kom di që ajo kontratë ka me shku në prokurori. Do me thonë atin nuk na kanë kallëzu që qajo letër, po e kom lexu. Veç ka shkuj do me thonë që na jena në rregull me familjen edhe që s'ka me pas hakmarrje, ama letra që ka me shku në prokurori nuk e kom lexu, se te kisha ditë unë për vetin nuk e kisha fal. Unë kom thonë, na pjadojmë dorën për hir të Zotit, do me thonë që nasha se ka bu me qëllim, ama për me dala i me njëherë, mas 2 javë ose mas 1 javë prej burgit me majtë para burgim shtëpijak, që të sen nuk po muj me pranu. Sa dhëmshme është për ty? Shumë, se do me thonë na kalon keq, ma kalon motrën, vllavin, nona jam e ka majtë familjen, do me thonë shkoj ke e merke bukën të Alil Kastrati, vike, ja o bike. Çka e tu kërku ta ashtë si vajza mama? Drejtësi, se dhe sigurim që na kanë ofru, do me thonë veç ka 6.000 euro na kanë ofru. Edhe më ka ardhi natë, se ato nuk e ka shkel për shembull një bicikëll, e ka shkel një kamion që edhe 2 herë ato bile. E që kjo është, badin, nuk është që jemi të e bo për para ose për t'i shka, po masi nonën tem s'pumi me qu, pse me na shkel. Krejt që ka për kërkoj unë është drejtësi, edhe aj me marë burgimin sa i takon të me thonë me ligjë, se nona jem nuk u kom për shembull një kukull që adin veç u shku, është keq që na kalon neve, tash aja ka bu me qëllim, aja ka bu pa qëllim zemrën është na kall neve, do me thonë nasha edhe mas shumë tin mu. Nuk kish maron, edhe mos me mujt me qu, edhe mos me t'lon policia mu afru, mos me pa, se di. Halo me trauma do me thonë jemi, nuk mundemi halo me u pajtu me qatsen, se e kemi parasyve. Na kemi personat edhe sigurimin edhe për personat e drejt. Kompania sigurimit kishtë ofru deri 40.000 euro. Ishtë pa gjyq. Unë i tash nuk pranova 40.000 euro, i tash kësaj vajzë, me zonë një avukat edhe me quë qeshtja në gjykat. Unë e kom pas sigurun edhe për personat drejt kamionin. I kom qëtë kamionat qërtu. Kështu që unë jemi siguru, ma i ka ndodhë rasti, jemi na informat për policisa, për gjykatës, akoma s'ka dojtë rastin gjykatë. Nëse me jemi të kretë kësaj vajzë, da i ka qenë momental. Që e këmi dhonë na 5.000, 1.000 shoferit që në pajtue, 6.000. Kompania sigurimit 40.000 euro ja ka afruhe. E çfarë dokumenti e keni shtime në shkru këtë vajzën, se kjo nuk e dika? Kur gjohë se kemi shtime në shkru që në pajtue. Shoferi kamionit a ka majtë burg, para burgim a ka qenë? Po e bin, burgu konë, shko merë informata në polici. Tash është alon shpia e pas s'ka dalë, gjykatë së majtë. Shtëpia është, para shtëpia kosta e gjallit. Me njerë kemi pashruar kallëzimit penale dhe konsiderojmë se këtu ka drejtësi selektive, sepse paralelisht këtu personi që është paraburgosur, i cili ka vozitur kamion e firmës Renault Tajiri, një muj ka qenë paraburgim, por nuk mjafton kjo sepse jemi në fakte të mbledhjes, në çështje të mbledhjes provave dhe prokuroria ka bërë drejtësi selektive sepse nuk ka thirrur viktimën. Pra tek pas 4-5 muaj tani pe thirr viktimën që të jep deklarat. Konsiderojmë se edhe një herë është vrarë ndërgjegjja e kësaj familje me arsyeën se firma Renault Tajiri, sigurisht edhe me firmën tjetër në bashkëpunim, në momentin kur ka shkuar për ngushëllimin në shtëpinë e tyre, familja nuk ka kërkuar që të dorëzohet një sasi të hollave. Pra ata kanë shkuar kushtimisht si ta shprehin një lloj ngushëllimi, po të dorëzojnë kësaj familje një zarf në shumë prej 5.000 euro. Pra ajo familja ato 5.000 euro nuk i ka pas nevojë dhe nuk i ka kërkuar, por kjo është bërë vetëm e vetër disi për të mbyllur kjo çështje. Por për neve është absurdi më i madh sepse edhe sot po të kalon në këtë vend punishte që po ndërtohet kjo banesë dhe ende ka firma që përcjellin material të rëndë ndërtimor, aty rrezikohet jeta e qytetarëve, këmbësorë dhe nuk ka staza që të kalojnë qytetarët. Pra është vend publik. Absurdi i llojit vet ka qenë pse paralelisht përveç personit që ka shkaktuar aksidentin, që u bë edhe pa dashje, po pse nuk janë ndjekur penalisht edhe firmat, personat juridik këtu firma Renault Tajiri dhe Arking Group, dhe ata u dashur të jenë pjesë e hetimit dhe u dashur të paraburgosur.